Mrekullia e bimësisë. Nga errësira në dritë, nën këmbët tona, e fshehur në errësirën e ftohtë të tokës, ndodhet një nga mrekullitë më të mëdha të planetit tonë. Një farë e vogël, e tharë, pa jetë dhe e pa lëkundur. Për muaj apo vite me radhë ajo mund të qëndrojë në një gjendje që shkenca e quan anabioz, një gjumë i thellë ku proceset jetësore pothuajse ndalojnë. Por mjafton një pikë uji, një rrezë drite dhe një sinjal i padukshëm që brenda asaj mikrokozmose të ndizet motori i jetës. Si arrin një farë e verbër të gjejë rrugën drejt dritës? Si e ka përshkruar Zoti i gjithësisë këtë proces biologjik në Kuranin famlart? Dhe çfarë mimesh ekologjike fshihen pas ciklit të bimësisë? Sot do të deshifrojmë kodin e gjelbër të krijimit. Procesi i mbirjes është një betejë mekanike dhe kimike. Kur uji depërton në far, aktivizohen enzimat dhe thyejnë rezervat e një shtesë, duke i kthyer ato në energji. Filizi i njum duhet të ushtrojë një presion të jashtëzakonshëm fiziko-kimik për të çarë korren e fortë të farës dhe për të shtyrë dherin që ka sipër. Në biologji, ky proces quhet geotropizëm dhe fototropizëm. Rrënjët e dinë geometrikisht se duhet të shkojnë poshtë drejt errësirës, ndërsa gjethet duhet të shkojnë lart drejt dritës. Në Kuranin famlart, në surën El-Nam, ajeti 95, Zoti e përshkruan këtë fenomen mikroskopik me një saktësi eksakte foliore. S'ka dyshim, Allahu është qarsi i farës dhe i bërthamës. Ai nxjerr të gjallën nga e vdekura dhe është nxjerrësi i të vdekurës nga e gjalla. Zoti nuk thot thjesht, ai krijon, por specifikon procesin, qarsi i farës, sepse pa qarjen geometrike të asaj guaske, jeta nuk mund të shpërthejë. Ai nxjerr bimën e gjallë nga një farë që duke krejtësisht e vdekur. Pasi del mbi sipërfaqe, bima ndërton fabrikën më të përsosur të energjisë në univers, kloroplastet. Përmes procesit të fotosintezës, bima merr dritën e diellit, ujin nga rrënjët dhe dioksidin e karbonit nga ajri për t'i kthyer ato në glukozë dhe oksigjen. Malet, fushat dhe pyjet kthehen në mushkrit e planetit. Por mrekullia më e madhe qëndron te diversiteti, nga i njëjti dhe i zi, duke pirë të njëjtin ujë pa shije. Një peme i del fruti i ëmbël i fikut, një tjetër e rrushi me lëng dhe një tjetër e shega me kokra të kuqe si rubin. Si ndodh që i njëjti ujë prodhon shije, aroma dhe ngjyra kaq të ndryshme? Kurani na fton të mendojmë saktësisht për këtë në surën E-Rad, ajeti 4. Dhe kopshtet të rrushit, edhe mbjellje të lashta, edhe hurma që janë nga një rrënjë shumë trungje, dhe që nuk janë nga një rrënjë, e që të gjitha ujiten me një ujë, e ne, disa prej tyre i bëjmë më të shijshme se të tjerat për t'i ngrënë. Vërtet, në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Shkenca moderne na thot se kjo ndodh për shkak të kodit gjenetik të shkruar në ADN-n e çdo bime. Por kush e shkroi atë kod që i thot ujit se si të kthehet në sheqer, acid apo aromë trëndafili? Profeti Muhammed, aqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, vendosi bazat e një ekologjie të pastër dhe të shenjtë. 14 shekuj më parë, ai shikonte bimët dhe pemët si një bamirësi të vazhdueshme që njeriu i bën gjithësisë. Në një hadith të jetës saktë regjistruar te Buhariu dhe Muslimi, Profeti alayhis salam ka thënë: Nuk ka asnjë musliman që mbjell një pemë apo mbjell një bimë, e nga e cila ha një zog, një njeri apo një kafsh, përveç se kjo konsiderohet për të si sadaka, lëmosh, bamirësi. Në vizionin islam, bimësia nuk është thjesht një burim fitimi komercial, por një sistem solidariteti universal. Profeti alayhis salam e ndaloi prerjen e pemëve pa arsye, madje edhe gjatë kohës së luftrave, duke treguar një nivel të lartë të ndërgjegjësimit mjedisor që bota moderne po përpiqet të arrijë vetëm sot. Ai gjithashtu na inkurajoi për aksion të pandalur mjedisor, duke thënë: Nëse bëhet kiameti dhe dikush prej jush ka një fidan në dorë për të mbjell, nëse mund ta mbjell para se të ngrihet, le ta mbjell. Asgjë nuk zgjat përgjithsisht në këtë botë. Pasi bima arrin kulmin e saj, prodhon frutat dhe lëshon farat e reja. Fillon faza e pleqërisë biologjike. Klorofili zhduket, gjethet humbasin ngjyrën e gjelbër, fahen dhe kthehen në thërrime që era i merr përpara. Ky cikël i bimës, nga shpërthimi i gjelbër e deri te tharja totale, është metafora më e fuqishme që Zoti përdor në Kur'an për të na kujtuar jetën tonë toksore. Në surën e Zumer, ajeti 21, përshkruhet ky udhtim i pandalshëm. A nuk e ke parë se Allahu lëshon ujë nga qielli dhe e drejton atë në burime në tokë, e pastaj me të nxjerr bimë të ngjyrave të ndryshme. Pastaj ajo thahet dhe ti e sheh atë të zverdhur, e pastaj ai e bën atë të thyer e të dërmuar. Vërtet, në këtë ka përkujtim për njerëzit e mençur.
Ky ajit është një pasqyrim për njeriu. Familja jonë është si filizi i njom. Rinia është si bima e gjelbër plot lule. Suksesi ynë është si fruti, dhe në fund, pleqëria dhe vdekja janë si zverdhja dhe tharja e bimës. Ashtu si bima që lë pas fara për të rilindur në pranverën tjetër, edhe njeriu vdes për të ringjallur në një botë tjetër. Cikli bimësisë është dëshmia e gjallë e një dizajn inteligjent dhe plot mëshirë. Çdo gjete që merr dritë, çdo far që çahet në errësirë dhe çdo frut që piqet në pemë, është një mesazh i shkruar nga krijuesi për ata që kanë sy të shohin dhe mendje të kuptojnë. Bimët kryejnë detyrën e tyre në heshtje, duke dëshmuar se jeta lind gjithmonë pas errësirës. Dhe ti e sheh tokën të tharë, të vdekur, po kur ne lëshojmë ujin mbi të, ajo lëviz, gjallërohet, shtohet dhe rrit nga të gjitha llojet e bimëve të bukura. Surja Hax 5.